Demokratët zbritën sërish para kryeministrisë në foltorën e radhës me kërkesën e largimit të kryeministit Rama dhe krimin e një qeverie teknike si garanci për zgjedhje të lira. Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi shefin e qeverisë se qëndron pas çdo afere sipas tij korruptive, ndaj ka bindjen se Rama do të bëjë të gjitha përpjekjet për të bllokuar sipas tij hetimet e sistemit të drejtësisë. Edi Rama, ndërkohë që shqiptarët janë vendosur të japin ndëshkimin e merituar, po ecën drejt grushtit shtetit, po ecën drejt bllokimit të sistemit të drejtësisë. Ai në një akt të papërgjegjshëm sfidon dhe poshtron shqiptarët çdo ditë, duke u nxjerrur maskën e tij, lubim bukun. Opozita po përgatitet për mbajtjen e protestës kombëtare në datë 24 janar. Berisha ftoi qytetarët e çdo bindje politike, intelektual si kundër të rinj, të ngrihen në lartësinë që koha apelon për të ndalur sipas tij keqeverisjen e Ramës. Të japi mesazhet e qarta për fundare e Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit, prano ligjin dhe kushtetutën. Përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës. Edhe në këtë foltore, Berisha tha se Partia Demokratike i qëndron parimit të saj për kuriengritje paqësore kundër asaj që e ka pagzuar narkoshteti i Ramës.